Janë dy produktet më bestseller që ndalojnë dhe parandalojnë rënjen, që mund të shkaktohet nga stresi, nga antibiotikët, luhatjet hormonale, janë për nënat shtatzane, janë për vajzat që mund të kalojnë alopeci. Kjo alopecia është bërë problematike, është bërë shumë problematike. Që në momente caktuara kur na bie imuniteti, kur jemi shumë të stresuar, më ka ndodhur të mua një herë, vite më përpara, një pull vetëm edhe kam trajtuar me minoxidil. Unë kisha një vajzë e cila ishte me shumë pak flok, një alopeci shumë vjeçare, ku ishte pulla dhe unë i sugjerova një rutinë për flokët e saj që të ndiqte me dermaroller, me ampulat kolagen dhe ekstrakte bimore që nxjerrin flok në vende të boshe. Janë këto që ke në duar tani, ëh? Po, që janë pas larjes, pas shplarje, janë për të dyja gjinit, janë dhe për nënat që janë në pritje të ëmbël ose gjatë gjithënjes, mbas lindjes, dhe i sugjerova dhe eleksirin që është me 11 vajra, minoxidil, biotin, e aminoacide. Këto efekte anësore nuk kanë, kështu që vetëm përfitim të mirë ka, apo jo? Dhe ne e provuam duke i sugjeruar dhe një pajisje Dermarol që asaj ti depërtoj deri në 6D në bulb dhe në skalp produkti. Subscribe në kanalin Klas Media në YouTube.